Mos harxhoni më para, pini ujë me limon dhe do shëroheni nga këto sëmundje. Të gjithë do të domin të kishim edhe një përbërës të thjesht natyral të lirë, i cili ishte i përshtatshëm për të gjitha arsyet. Por cili do të ishte më mirë në jetën tuaj se sa një produkt i thjeshtë siç është limoni? Sigurisht që uji me limon është një recetë që është diskutuar shumë më shpesh kur është fjala për të përmbushur dëshirat tona si më sipër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por para se të arrijmë të arsyet se pse duhet të shtoni ujin me limon në dietën tuaj, le të përcaktojmë disa arsye kryesore. Pse uji me limon është një përzgjedhje fantastike në përditshmërinë e dietave tuaja dhe cili është roli i tij unik në mbrojtjen e organizmit. Kur diskutojmë për përfitimet e ujit me limon, mund t'i referohemi lëngut të gjysmë limonit dhe më shumë ujë, dhe jo me feta limoni ose në një gotë me ujë së bashku për zbukurim. Gjithashtu, limoni organik duhet të jetë një përzgjedhje kryesore e dietës suaj, dhe mos harroni ta përfshini atë si duhet në pritshmërinë e recetave tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Uji me limon është i sigurt, por duhet të pihet edhe më shumë ujë midis vakteve, sepse acidi në limon dhe agrumet e tij mund të kryejnë smaltin e dhëmbëve dhe me kalimin e kohës mund të ndikojnë negativisht në këtë proces. Ekspertët kanë cilësuar ujin me limon si një përzgjedhje shumë të mirë për të nisur ditën, por gjithmonë duke u bazuar në këshillat e një eksperti për të evituar kështu komplikacionet. Përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë e trupit tuaj për të marrë përfitimet e tij dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni edhe nga përdorimi i ujit me limon në përditshmërinë e dietave tuaja. Mënyra se si e nisni ditën është mjaft e rëndësishme për mënyrën se si ajo do të vazhdojë. Trupi ynë përbëhet nga organe dhe inde të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për më shumë ujë, në mënyrë që të largoni toksina dhe të ripërtërini qelizat. Për të bërë këtë gjë, përveç shtimit të ujit me limon në dietën tuaj, duhet të keni gjithashtu edhe një regjim më të kujdesshëm shëndetësor. Kështu do ta keni më të lehtë të mirëmbani organizmin tuaj, të evitoni komplikacionet dhe të siguroni gjithashtu një efekt më të mirë mbrojtës për trupin tuaj. Shtimi i ujit me limon në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një mënyrë shumë e mirë edhe për të përmirësuar imunitetin tuaj. Ekspertët shtojnë se uji me limon është një mundësi shumë e mirë që mund t'japë ndikimet e tij në një sër vetish të organizmit. Lëngu i një kokre limoni përmban jo më shumë se 25 kalori. E njëjta sasi është e pasur gjithashtu me nivele shumë të mira të kalciumit, të kaliumit, të vitaminës C dhe të fibrës, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tona ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, pirja e ujit me limon në këto situata mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin. Në këtë video do të mësoni më shumë për përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni ujin me limon çdo ditë në dietën tuaj. Uji me limon është një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër infeksioneve dhe imunitetit të dobët. Nëse doni të keni një mbrojtje më të mirë imunitare dhe të pasuroni trupin tuaj, vitamina C është shumë e rëndësishme dhe limoni është një burim kryesor i kësaj vitamine, që e mbron trupin tuaj edhe pavarësisht nga mungesa e sistemit imunitar. Falë këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit të vakët me limon në dietën tuaj mund të rrisë gjithashtu sistemin tuaj imunitar, të mbajë larg komplikacionet e tij dhe të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Gjithashtu, pirja e ujit me limon në përditshmërinë e dietës suaj mund të nxjisë që të keni edhe një pAH dhe një detoksifikim më të mirë të organizmit, duke i dhënë atij të gjithë elementet e nevojshëm. Pirja e ujit të vakët me limon në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një mundësi e çmuar për të rivendosur nivelet e pAH-it në organizëm. Nëse e pini këtë lëng në vazhdimsi të dietave tuaja, atëherë do të pastroni organizmin nga toksina dhe do të përmirësoni ndjeshëm imunitetin tuaj. Tretja do të jetë gjithashtu më e shëndetshme me pirjen e ujit me limon.
Pirja e rregullt e ujit të ngrohtë me limon do të ndihmojë trupin në rregullimin e tretjes dhe në prodhimin e lëngjeve biliare. Pirja e ujit me limon do të përmirësojë zbutjen e simptomave të urthit dhe mbi të gjitha do t'japë elementet e saj pozitiv në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Gjithashtu, simptomat e urthit do të zbuten ndjeshëm. Për më tepër, fibrat e limonit e bëjnë atë të mirë për shëndetin e zorrës së trashë dhe të shërbejë si një antibakterial i fuqishëm. Truri, mëlçia dhe lëkura juaj gjithashtu do të përfitojnë nga vlerat e limonit. Përveç ndihmimit që ofron kundër të ftohurës, uji i vakët me limon ndihmon në rigjenerimin e qelizave nervore. Në rastin e mëlçisë, uji i vakët me limon e forcon atë dhe jep energji enzimave të mëlçisë. Sa i përket lëkurës, ky lëng natyral do të parandalojë formimin e akneve dhe të rrullave dhe do të ndihmojë gjithashtu në mbrojtjen e shëndetit të syve edhe nga komplikacionet e ndryshme të tyre. Shtimi i ujit me limon në dietat tuaja ditore është një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve dhe si e tillë duhet të konsumohet brenda rekomandimeve të duhura. Uji me limon mund t'ju ndihmojë në reduktimin e peshës së tepërt trupore. Polifenolet të pranishme të limonit ndihmojnë në uljen e oreksit. Madje kur pihet një gotë ujë mbi të gjitha përpara një vakti, ndihmon në mbushjen e stomakut. Duke u konsumuar sasia e ushqimit të domosdoshëm për të ndjerë të ngopur, mjafton vetëm një limon i shtrydhur në një gotë me ujë, ndoshta edhe pak lëkura limoni do të ishte ideale për të nxitur metabolizmin të punojë më mirë. Limoni ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin e tretjes. Flavonoidet e pranishme të limonit ndihmojnë në asimilimin e ushqimit dhe përmirësimin e tretjes në tërësi. Madje nëse konsumohet limon i shtrydhur me ujë të ngrohtë ofron më shumë përfitime shëndetësore. Kjo është e rëndësishme pasi me avancimin e moshës, sasia e acidit të pranishëm në stomak ka tendencën për të ulur. Një studim i kohëve të fundit ka treguar se mbi 30% e popullatës mbi moshën 60 vjeçare vuan ose ka vuajtur nga gastriti atrofik, një sëmundje e karakterizuar nga një mjedis më pak acidik në stomak. Uji me limon përmban nivele të mira të vitaminës C. Të gjitha agrumet janë burime të vitaminës C. Sipas një studimi të bërë nga Departamenti i Bujqësisë në Shtetet e Bashkuara, 1/4 e një gote uji me limon mund të përmbajë deri në 23.6 mg vitaminën C, rreth 1/3 e sasive të rekomanduara ditore për gratë dhe 1/4 për burrat. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në mbrojtjen e trupit nga radikalet e lira, si dhe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, problemet që lidhen edhe me shëndetin e dobët. Uji me limon do të ndihmojë trupin tuaj që të jetë gjithashtu edhe më i hidratuar. Në fakt, hidratimi vjen falë shijes së tij të mirë pasi konsumi i ujit me limon shton dëshirën për të konsumuar akoma më shumë nga ky lëng. Shumë kush nuk ka qejf të konsumojë vetëm ujin, madje edhe të tjerët e kanë të domosdoshme ta shoqërojnë me ndonjë frut tjetër, por hileja qëndron te limoni i cili do ju bëjë që ta konsumoni me më shumë dëshirë. Uji me limon ndihmon që të mbani lëkurën më të re edhe më të shëndetshme. Vitamina C e pranishme te limoni e mban lëkurën më të pastër. Një studim i kryer në Britaninë e Madhe ka treguar se sa më i lartë niveli i vitaminës C që është supozuar, më pak rrulla shfaqen në fytyrë pasi kjo lëndë ushqyese ndihmon për të luftuar dëmet e shkaktuar nga radikalet e lira të cilat mbrojnë lëkurën. Por jo vetëm kaq, vitamina C ka efekte të dobishme në prodhimin e kolagjenit, i cili ndihmon gjithashtu edhe në mbajtjen e elasticitetit të lëkurës. Uji me limon ndihmon kundër dhjamosjes së mëlçisë. Uji me limon ndihmon mëlçinë të funksionojë më mirë. Një studim i kohëve të fundit ka treguar se flavonoidet të pranishme e agrumet mbrojnë mëlçinë nga toksinat, të cilat janë edhe deponuar në baza ditore nga ana e organit, për të zvogëluar nivelin e akumulimit të yndyrës në qeliza, të cilat mund të shkaktojnë dhjamosjen e mëlçisë. Uji me limon do të ndihmojë në mirë funksionin e aparatit tretës. Përveç se përmirëson funksionin e mëlçisë, lehtëson kalimin tranzit të ushqimit përmes zorrëve, duke përmirësuar kështu sistemin tretës. Kjo është ndër arsyet pse këshillohet që të konsumoni një gotë me ujë me limon në mëngjes herët, duke ndihmuar në këtë mënyrë funksionin më të mirë të sistemit tuaj tretës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.